Sot nga zemra e Prishtinës po e fillojmë një rrugtim me një mesazh thjesht, por jashtëzakonisht fuqishëm. Kosova po pret. Dhe s'është rastësi që kjo nismë po fillon pikërisht në Prishtinë. Prishtina nuk është veç kryeqyteti i Kosovës. Prishtina është një nga qytetet që u organizu dhe u mbajt gjallë rezistenca kundër regjimit serb. Që nga demonstratat e studentëve, të veprimtarët e ilegales, nga të burgosurit politik, të familje që hapën dyert e shtëpive të tyre, nga rezistenca e hershme, e deri të lufta e ushtrisë qërimtare të Kosovës, Prishtina ishte aty, me të gjitha format e rezistencës. Historia e lirisë në qytetin tonë nuk është shkru veç në sheshe e libra. Ajo është shkru në shtëpitë tona. Pothuajse çdo lagje e Prishtinës, e çdo fshat i Prishtinës, e ka një histori për lirinë e Kosovës. Kodra e trimave, që i dha krismat e para me Recep Malën e me Nuhi Berishën, e me organizimin e Xhavet Halitit, Adem Demaçi në Vellush, Femilla Drovci në shkollën teknike, Bregu i Diellit me Bahre Fazliun, Ilir Konushevci në Tophane, Martirët e Makovcit, Afrim Gashin Hajvali, e shumë herojnë nga të gjitha anët e Kosovës u bën bashk në lagjat e fshatrat e Prishtinës për rezistencë. Në një shtëpi u strehua një veprimtar, në një tjetër u mbajt një takim në fshehtësi. Nga një derë doli një student që u bashku protestave. E nga një derë tjetër një luftari UÇK-s që shkoi në luftë. E shumë shtëpi u kthye në shkolla. Prandaj kur ecim sot në Prishtinë, na ecin mes mira historive të lirisë. Por sot, fatkeqësisht, historia na ka sjellë përsëri te pritja. Në Hagë ndodhen figurat drejtuese të ushtrisë qërimtare të Kosovës, që po përballen me një proces gjyqësor të padrejtë. Familjet e tyre po presin, bashkëluftëtarët presin, shokët presin, dhe të gjithë qytetarët e Kosovës presin. Prandaj sot këtu, në sheshin e Prishtinës, po e fillojmë orën e pritjes. E kjo orë s'ka mi madh veç ditët. Kjo orë kam na kujtu çdo mëngjes e çdo mbrëmje, se pas çdo dite që kalon, një popull po pret. Njëherë që kemi përpara, Prishtina do të pret kthimin e krerëve të UÇK-s në shtëpi. Me 12 shtator qytetarë nga gjithë Kosova do të vinë Prishtinë për të bërë bashkë në pritjen e kthimit vetë historisë tonë në shtëpi. Por deri atëherë çdo ditë ka me pas një kuptim. Çdo ditë ka me pas një aktivitet, nga ligjërata në shkolla, flamur në sheshe, seminare me student e ekspozita të ndryshme do të shënojnë pritjen tonë. Sepse kjo nuk është veç historia e 4 njerëzve, është historia e vetë shtetit tonë. Për t'u tregu fëmijëve tonë që liria që gëzojmë sot e kishte një çmim. Kishte sakrificë, kishte burg, kishte luftë, por mbi të gjitha kishte njerëz të guximshëm dhe kishte familje që pritën. E sot një gjenerat tjetër fatkeqësisht po detyrohet të pres përsëri, por jam e bindur që kjo është pritja jonë e fundit. Prandaj ora e pritjes nga sot do të qëndroj këtu, në zemër të kryeqytetit, në zemër të Kosovës. Do të kalojnë orët, do të kalojnë ditët, por mesazhi ynë mbetet i njëjtë. Prishtina kujton, familjet presin dhe Kosova po pret. Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin, Calin me shok. Faleminderit. Të nderuara familje Thaçi, familje Veseli, familje Krasniqi, Selimi dhe gjithë të tjerët që nuk janë afër nesh, të nderuara shoqata të OVL UÇK-s, të nderuar të burgosur politik, qytetarë të nderuar, faleminderit. Faleminderit Besianës, nënkretarës së Prishtinës, që Prishtinën po e bën piknisjen e një kujtese që i flet secilës gjenerat dhe që është vlerë universale si që është lufta për liri. Faleminderit gjithashtu edhe Zotit Hamza që ka qenë gjithmonë i gatshëm që t'jetë pranesh në çfarëdo forme, qoftë ajo e motivimit e përkrajës. Zakonisht orët e zërshme një shoqënie janë ato orët epike që numërohen nga mrapa. Dhe ne po shpresojmë që me 16 shtator, ora e mrapsht do të filloj marë, sepse kjo shoqëni ka nevojë për orët e bardha. Nuk po e zgjas shumë, ju falenderoj edhe në këto projekte
në këto aktivitete gjithmonë jemi bashkë dhe kemi qenë shembull. Faleminderit shumë.